Çdo e keqe që u bie, ajo ju vjen për shkak të gjunaheve tuaja, për shkak të mëkateve tuaja. Por Allahu i lartësuar u afshin shumë gjunahe dhe nuk ju dënon për shkak të tyre. Ky ajet tregon se çdo e keqe që i bie njeriut, çdo sprovë që i bie njeriut, qoftë në trupin e tij, qoftë në pasurinë e tij dhe qoftë në çështjet e fesë, ajo i bie për shkak të gjunaheve. Prandaj duhet që të ruhemi nga gjunahet. Por Allahu subhanahu wa taala u afshin robëve shumë të këqija dhe nuk i dënon për to. Po t'i dënonte Allahu i lartësuar njerëzit për të gjitha gjunahet që i bëjnë, njerëzit do të zhdukeshin gjithë. Gjallësat do të zhdukeshin të gjitha, siç ka thënë Allahu i lartësuar në një vend tjetër në Kur'an: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alayha min dabba." Po sikur Allahu i lartësuar ti dënonte njerëzit për shkak të gjunaheve të tyre, pra për shkak të gjitha gjunaheve të tyre, nuk do të mbeste asnjë gjallësë në tokë, do zhdukeshin të gjitha. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Por Allahu u ashtyn dënimin për gjunahet në një afat të caktuar. Dhe kur të vijë afati, atëherë do të marrin dënimin ata që e meritojnë dënimin nga Allahu i lartësuar. Kështu që Allahu i lartësuar u afshin njerëzve shumë mëkate dhe nuk i dënon për shkak të tyre. Të këqijat dhe sprovat që u vijnë njerëzve, qoftë në fizikun e tyre, në pasurinë e tyre, çështjet e jetës apo në çështjet e fesë, ju vijnë për shkak të gjunaheve. Ky është parim që ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Ky është ligji i Allahut të lartësuar. Për shkak të gjunaheve të mëparshme, njerëzve u bien të këqija. Një smundje në trup, një sprovë në çështjet e jetës, për shembull mund të jetë një situatë e rëndë, mund të jetë thatësirë, mund të jetë shtrejtim çmimesh, mund të jetë zullum nga qeveritarët, një sprovë në fe që mund të bjerë njerëzve për shkak të gjunaheve të mëparshme. Ka njerëz që devijojnë nga feja e Allahut të lartësuar. Po kjo nga u erdhi? Erdhi për shkak të gjunaheve të mëparshme që kanë bërë. Prandaj, në mënyrë që të mos na bien sprova, të liga, të këqija, qoftë në çështjet e jetës, kësaj bote, dhe qoftë në çështjet e fesë, duhet që të ruhemi nga gjunahet. Allahu nuk u bën padrejti robëve, por robët i bëjnë padrejti vetes. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allahu i lartësuar nuk u ka bërë padrejti atyre, por ata u kanë bërë padrejti vetes. Ata u kanë bërë keq vetes. Allahu nuk i bën padrejti robit. Robi ka bërë gjunahe dhe i vijnë sprovat të këqijat për shkak të gjunaheve. Njerëzit i bëjnë keq vetes. Që kush bën gjunahe, në të vërtetë i bën keq vetes. Vuan shkaktar që t'i bien të këqija. Kështu që e para gjaja që shpëtojmë nga të këqijat dhe nga sprovat, duhet që të ruhemi nga gjunahet. Se gjunahet sjellin të këqijat, sjellin të këqijat për robën në këtë botë. Vuan shkak. Dhe gjithashtu bëhen shkak për dënim në jetën e varrit, dhe shkak për mundim në ahiret, dhe shkak për dënim në zjarrin e xhenemit. E para të ruhemi nga gjunahet. E dyta, të heqim dorë nga gjunahet, sepse kështu shpëtojmë nga sprovat dhe nga të këqijat. Të heqim dorë nga gjunahet. Ka njerëz që u bien sprova, u bien të këqija dhe nuk u kujtohet që të heqin dorë nga gjunahet, që të bëjnë kthesë, të bëjnë ndryshim. Se nëse njeriu heq dorë nga gjunahu, nëse bën istighfar, nëse bën tobe, nëse bën istighfar, Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatin. Dhe kjo bëhet shkak që ky të shpëtojë pastaj nga sprova, ose që t'i lehtësohet sprova. Dhe kjo është në të mirën e robit. Sprovat që i bien besimtarit, nëse besimtari bën kthesë, nëse bën tobe, nëse bën istighfar, janë në të mirën e tij, nuk janë në të keqen e tij. Pra varet se si reagon njeriu kur i bien sprovat, apo kur i bien ndonjë e keqe. Nëse njeriu duron, nëse heq dorë nga gjunahet, nëse kërkon falje Allahut të lartësuar, kjo ka qenë në të mirën e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: "Ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta ash-shawkata yushaquha illa kaffara Allahu biha min khatayah." Për çdo lodhje, smundje, breng, pikëllim, Allahu i fshin gjunahe besimtarit. Aq sa dhe për gjembin që i hyn në trup.
Për çdo sprovë që i bie njeriu, çdo dhimbje, çdo breng, çdo pikëllim, çdo lodhje, Allahu i heq gjunahe, Allahu i fshin gjunahe. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min shay'in yusibu al-mu'mina fi badanihi yu'dhihi illa kaffara Allahu biha min sayyi'atihi." Nuk ka gjë që i bie besimtarit në trup që e lëndon, që e mundon, vetëm se Allahu i lartësuar për shkak kësaj ja fshin gjunahet. Elusë Allahun na mundsoj të ruhemi nga gjunahet. Elusë Allahun na i fal gjunahet, dhe të na ruaj nga sprovat dhe nga të këqijat. Kjo që përmendet në ajetin e Kuranit dhe që e shpjeguam, nuk do të thotë që njeriu të kërkojë sprovat për të pastruar nga gjunahet. Çdo njeri ka gjunahe, ka mëkate. Dhe kjo nuk do të thotë që të kërkojmë apo të dëshirojmë që ta bien sprova që të pastrohemi nga mëkatet. Jo, përkundrazi duhet i lutemi Allahut që të na ruaj nga sprovat, na jap shnet dhe të na ruaj nga gjitha sprovat, na ruaj nga gjitha të këqijat. Kjo quhet si term i përmendur në hadithet e profetit, lutjet e profetit, afia. Ti lutesh Allahut për falje, afu, dhe ti lutesh Allahut për afie, për shnet, për shpëtim nga të këqijat dhe nga të ligat. Këto kanë qenë ndër lutjet që profeti i bonte më së shumti. Në çdo ditë, çdo mëngjes, çdo mbrëmje profeti bonte lutjen: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Mos harrojmë ta bëjmë këtë lutje, se është pjesë e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Ta bëjmë këtë lutje çdo mëngjes e çdo mbrëmje. Dëshirojmë që Allahu të na shpëtojë nga të këqijat. I lutemi Allahut fort na shpëtojë nga sprovat, nga të ligat, nga të këqijat, na jap shnet, mirësi e marrësi. Kjo është e para. Po, e dyta, pra nuk e kërkojmë të këqijat, nuk e kërkojmë sprovat. Por nëse bien sprovat, le ta dimë se Allahu ka dashur të mirën për ne, edhe bëjmë tobe, bëjmë istighfar, kërkojmë falje Allahut, bëjmë kthes, që Allahu i lartësuar na shpëtojë nga të këqijat. Si lutja që ka bëu Yunusi alayhi salam, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, ka madhruar të vërtet përveç teje, subhanak, i pastër nga të metat dhe nga të ligat jeti, vërtet unë jam keqbërës, unë kam mëkate, s'ka njeri që s'ka mëkate, s'ka njeri që s'ka gabime, që nuk ka gjunahe. Allahu shpëlefet mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu